Në fshat të rinjit ka ikur tërë. Dhe këtu ka ngelu mosha ime, unë jam 74 vjeç. S'pata mundësi të çonja nënën tim me lartë. Po, u mlodën 7-8 çuna e kanë ngritur në krah dhe ka qua lartë. Ky shtet ç'a bën me ne? Pra kjo rrugë është shqetësimi më i madh. Kjo si në dimër dhe në behar. E njëjta punesh. Në behar krijohet tym dhe s'njiten dot makinat, na dheu. Në dimër s'njiten dot na lagështia dhe na rruga që është shkatërruar. Kur ka raste vdekje, kush e çon me jetin këtu në Varrezë? Po patët mundësi, shteti, po patët mundësi të na ndihmoj për këtë problem që kemi. Ka që kisham. Sa shqetësues është për ju? Shumë fare. Sa edhe në behar, edhe në krah ngrem me jetin, arqivolin. S'njitet rruga, ajo rrugë që është në dimër, ajo është edhe në behar, se në behar qa kushtoni, qa kujton se më rregullohet, a kush da rregulloj. Ne me forcat e tona. Kjo kështu ka qenë, që kur ka në Varrezat. Neve vete kemi bërë që kemi hedhur këtë bitumin e zi. Shteti asë një s'ka bërë këtu, s'ka vendor hiq. Shqetësimi jonë dhe shqetësimi jonë është rruga e Varrezave është shumë e keqe. Siç e patë edhe vetë, këtu në raste të tilla kur ndodhin fatkeqësira, ne nuk në zor të madh njitemi lart. Nuk është muhabeti ti përmendim tëra ato anët negative çfarë ndodh, por në një kohë të krizë në shqiptar, edhe se ne zgjidhëm të marrim Sa metra është ky segment rrugor të është amortizuar dhe prej sa kohësh është në këtë gjendje? Ky kështu ka qenë edhe këto çika mirëmbajtje, neve kemi bërë vetë me forcat tona, kështu që shteti s'ka vendor fare për këtë punë. Jemi ankuar një herë më përpara, para një afërsisht po bëjmë një vit apo një vit e gjysmë, ankuar kështu zyrtarisht me fjalë, edhe nëpërmjet mediave, edhe gjë më sot s'është bërë asnjë. Kështu që ne kërkojmë që si njësi administrative e bashkisë Fieri që jemi, si taksa pagues së rregull që jemi, na shikohet edhe kjo puna e rrugës Varrezave. Këto janë Varrezat e Cakanit të Ri, sa banor ka kjo zonë? Kjo është Varreza e fshatit Cakani i Ri. Mund banor saktësisht nuk e di, po mund të ketë avërsisht. Ja tjetër janë qitë, po. Janë banor të sukses fshati madh. Më rënd bëhet situata në dimër? Në dimër, po, nuk diskutohet. Në dimër, edhe në verë e keqe situata, edhe në verë e shkeqe, se dalin ato dherat gjerat shumë, nuk kaloj një makinë, nuk kalon dot, mbrapa saj se bëhet tërplur, po më keqe është në dimër. Tani mua më vdi gjyshve. Gjysha ka 20 ditë. E qom në kralar gjyshen. Në shit. S'kishim mundësi. Ram, sa unë gjitëm lartë. Tani, uftom juve, inshallah më do zoti, ta shtrojmë. Se jemi shumë vështirë, e shumë e keqe rruga. Ju faleminderit. Ka premtuar ata që bashkisë që na i bëj. Am të kazë. Antari Partisë Socialiste. Jam antari i PSS-së, i dashur bota dhe një radhë,